Hapësira publike prej më shumë se 1 hektari, ku persona e bizneset të papërgjegjshme hidhin mbeturina inerte, pritet të kthehet në një qendër të hapur rekreative dhe sportive, anash rrugës së vjetër drejt Shkupit në fshatin Varosh. Kjo fushë e hapur sportive ishte projekt i komunës së Ferizajt, por Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm ka nisur procedurat për ta zgjeruar hapësirën me fusha e shtigje të tjera përcjellëse për komunitetin e fshatit. Kryetari i fshatit Visar Heda thotë se komuniteti ka mirëpritur planin e komunës. Ashtu siç po shihet gjendja, kanë filluar disa investime të vogla, ku deri tani është rregulluar një fushë e futbollit e vogël, gjithashtu edhe ka filluar dhe rafshimi i hapësirës, duke mbuluar mbeturinat. Tash ne presim me padurim realizimin e këtij projekti, i cili do t'i ndihmon jo vetëm banorët e fshatit, por edhe zonat tjera që lidhen, sidomos edhe pjesën e qytetit, ku besojmë se do të përmirësohet jeta e qytetarëve në përditshmërinë e tyre. Dhe mund të kenë qasje këto duke realizuar vrapim, shtigje për bicikleta, sport, aktivitet e tjera. Projektin e ka përkrahur edhe antari i Kuvendit Komunal Habib Krosa, i cili është nga fshati Varosh. Tash kjo besoj që është i rëndësishëm edhe për fshatin, se është në periferi të fshatit, deri më tani fshati nuk ka pas një fushë ose një zonë ku ka mujt me i kry aktivitetet e veta sportive. Domethënë gjitha aktivitetet janë kry në oborrin e shkollës, besoj që ajo ka qenë pengesë për shkollën dhe stafin e shkollës, kurse tani kjo zonë përveç që ka një zonë që është e përshtatshme për komunitetin, po do t'i shërbejë edhe komunitetit për t'i kryer aktivitetet e veta sportive në këtë pjesë. Gjatë muajve të verës, Varoshi organizon një turne futbolli për t'i nderuar mërgjimtarët në kohën e pushimeve verore. Heda e Krosa besojnë se qendra e re rekreative do të jetë një hapësirë më e përshtatshme për ta masovizuar edhe më shumë turnejon tradicional. Këtë vit turniri do të organizohet në fushën e futbollit në shkollën fillore Visar Dordoni, për shkak që ky projekt nuk besoj që do të përfundon si vjet, shpresojmë që do të filloj për mu kry këtë vit, kurse prej vitit tjetër planifikojmë që edhe turnirin tradicional për nder të Mërgatës ta zhvillojmë në këtë pjesë, në këtë zonë, pasi që është një zonë më e përshtatshme për këto aktivitete. Patjetër që kjo është investim shumë i qelluar dhe do të bën grumbullimin e të gjithëve banorëve, sidomos në këtë pjesë ku është e gjitha e mbrojtur dhe është me një hapësirë të gjelbëruar, ku çdo banor mund të ketë mundësi që të vizitojë dhe të kalon kohën e lirë gjatë pushimeve vikendeve këtu. Faqja zyrtare e komunës së Ferizajt tashmë ka njoftuar se të mërkurën në orën 10 në sallën e Kuvendit Komunal do të ketë takim me qytetarët me qëllim që të dëgjohen kërkesat e tyre para hartimit të projektit përfundimtar dhe fillimit të zbatimit të punimeve në teren.